Bashkia e Tiranës ka dhënë një leje kontroverse për ndërtimin e një pallati në zonën e Alidemit, duke lejuar kompaninë Keam International CPK në pronësi të vëllezërve Astrid dhe Sali Xhebrahimi të ngrejë ndërtesa 6 deri në 8 kate dhe 2 kate parking në tokë. Problemi kryesor është se leja është dhënë shumë pranë një ndërtese ekzistuese, duke bllokuar dritaret e saj dhe banesave përreth. Në këtë ndërtesë jeton ish futbollisti kombëtar shqiptar Igli Almuça, i cili ka denoncuar situatën përmes rrjeteve sociale. Banesa e tij është ndërtuar nga stërgjyshi që në vitin 1920 dhe është rikonstruktuar nga ai para disa vitesh. Megjithatë, projekti i ri i ndërtimit po pengon dritaret e banesës së tij dhe të fqinjve. Almuça përshkruan situatën si një portullim të pronës së tij, duke theksuar se kjo është një padrejtësi e madhe dhe një shkelje flagrante të drejtave të tij. Ai shton se familja e tij po përballet me një stres të madh prej 8 muajsh që po ndjek të gjitha rrugët ligjore për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ish futbollisti shpreh abin për faktin se si kompania ka marrë leje për të ndërtuar kaq afër banesës së tij, duke bllokuar dritaret dhe duke krijuar një ambient të mbyllur. Në mesazhin e tij, Almuça i dërgoi një paralajmërim të ashpër ndërtuesve, duke u dënuar për padrejtësinë dhe duke uluar që të përballen me pasoja nga familja e tij. Ky denoncim përfshin detaje për historikun e banesës, për mënyrën se si u mor leja dhe për ndjenjat e dhimbjes dhe injërimin që po përjeton. Ai kërkon drejtësi dhe ndërshkim për ata që kanë kontribuar në këtë situatë, duke u bërë zëri një çështje që prek jo vetëm të tijën, por dhe komunitetin më dëgjuar.